Na bëhet qefi që keni ardhur dhe erdha rastësisht. Tema është për shkrirjen e bashkisë. Unë nuk kategorikisht nuk dua që bashkia të prishet. Sepse nuk kemi mundësi neve i kemi këtu, edhe juve keni shumë punë, se nuk është një fshat e dy, po janë me qindra, edhe nuk në realizohen ato që kërkojnë. Jo të shkrihet që neve nuk do kemi asnjë rrugë zgjidhje. Unë jam kategorikisht me gjithë burin tim, me gjithë fëmijët e mi, që të mos shkrihet dhe jam e para që dal edhe në protest. Për këtë gjë, edhe juve nuk ju njoh, kryetari i bashkisë të Maliqit është një njeri ndershëm, i shkëlqyer dhe ka punuar shumë për këtë vend. Po të duan le të ngrihen, po të duan le mos ngrihen. Si e ka bërë pallatet, si e ka bërë pjesën poshtë, atje poshtë që ishte kënet ka ndajtur unë, edhe balta ishte gjerë në gjut, atje shtruar. Këto neve duhet i dim. Unë kam vetëm një diçka, duhet në ndihmoni juve të bashkisë ta shkruani atje për kanalizimet. Se na tha kryeministri që të bëni shtëpinë në për vendet rurale, edhe neve të gjitha i quam vetë, tashi për kanalizimet nuk kemi mundësi. Mund të blejmë ato tubat, po të tjerat të na vinë. I kam thënë dhe asaj zonjës, na mirëpret dhe është shumë e mirë. Për shkrirjen e bashkisë, kurrën e kurrës. Për këtë jemi sot në këtë takim. Jo, zotëri, ç'është kjo të shkrihet bashkia? Si të shkrihet? Faleminderit.